Përpara, as we are seeking new heights, ndërkohë që po synojmë lartësi të reja, we look up. I mbajmë syt lart. We keep our eyes on Jesus. I fokusojmë syt te Krishti. In Hebrews 12 it says, Hebrejve 12 thot, keeping our eyes on Jesus, mbaj syt te Jezusi, the author and perfecter of our faith. autori dhe përkryesi plotësuesi I besimit ton. Every time I go upstairs, Sa herë që ngjis shkallë, I look where I'm going unë I hedh syt orë ku po shkoj, ku po ngjitem, because I never know what is there in front of me sepse po nuk pash, nuk e di çka ka atje lart ku të hedh këmbët, that might cause me to stumble. sepse mund të jetë diçka që mund pengohem dhe të rrëzohem. So if I'm not looking up, I don't know what's coming. Kur ngjis shkallët, po se pa të gjik kokën lart, nuk e di çka po vjen But përballë. I'm also looking up because I know that's where the goal is. Por gjithashtu shoh lart sepse di lart po ngjitem, aty e kam synimin. And for you as a Christian, the first thing you need to do is look up. Për ty që e ke zgjedh të besosh Krishtit, gjë e parë është shiko lart, mbaj syt te Krishti. Keeping your eyes on Jesus Mbaj syt e fokusuar te Jezusi. and being the person he has told us to be. Edhe ji ai personi që ka thënë ai që do jesh. So the first thing we need to do is look up. Gjëja e parë që do të bëjmë është le të shikojmë lart, të mbajmë syt lart. The second thing we need to do is look in. E dyta është pasi shikojmë lart, le të shohim brenda. And that is in here. Edhe As the brenda ka church. kuptimin ne që jemi këtu, shikojmë brenda, shikojmë njëri tjetrin. When you look up Kur ti shikon lart and then you look in, dhe pastaj shikon brenda, you are going to new heights together. do kuptosh që të këto lartësitë e reja nuk janë vetëm, por shkojmë bashk. Over and over again, the Bible teaches Christians to love one another. Shumë shpesh Bibla e citon dhe na nxit, duheni njëri tjetrin, duheni njëri tjetrin. If you remember the photo of me standing on the mountain, Nëse mamen foton e parë ku unë isha atje Majmali, there were two friends standing there with me. isha me dy shokë të tjerë atje Majmali. Do you know what those two friends helped me do? A I di se për çka më kanë ndihmuar ato shokët? Those friends helped me get to the top of that mountain. Ore po mos ishin ato, unë s'do kisha shku mal fare, do kisha ngec rrugës. They weren't as heavy as me, Ato ishin më të dobët se sa unë, më and të they weren't shkafët. as old as me. Edhe nuk ishin aq të plakur sa unë. And they kept saying, Lauren, come on. Edhe gjithë rrugës do të thonë, hajt më burr dhe I hap, hajt dhe I shkall, hajt dhe I çik. They kept leading me and guiding me. Vazhdonin gjithkohës duke më udhëzu, duke më shty, duke më nxit, edhe pak, edhe pak. And we got to the top together. Edhe bashk shkuam në maj. And we stood there overlooking the beauty Edhe bashk ishim aty dhe pam bukurinë nga lart. together. Bashk. And so when we look up and we seek Jesus Pra së pari shohim me syt lart dhe fokusohemi te Krishti, and we look in and we see each other and E love one another, shohim brenda ka kuptimin shohim njëri tjetrin dhe e duam njëri tjetrin. then we look out Pastaj është e treta është shohim jashtë. and we see people who are in need all around us. Edhe kur shohim jashtë, shohim siç do kishte parë Krishti, njerëzit që kanë nevoja të ndryshme. Çfarë nevojash kanë njerëzit rreth e qark? Our lives go to new heights when we see others and serve them. Kur shohim njerëzit e tjerë në nevoja dhe plotësojmë edhe ndihmojmë nevojat e tyre, ne vetë shkojmë në lartësi të reja, ngjitemi në lartësi të reja. The Bible teaches us many times Bibla thot shumë shpesh, to love not just with words, mos duani thjesht me fjalë, thot Bibla, but to love with our actions. por duani edhe me vepra, me veprime. Several weeks ago, Altine and I were talking, Para ca javësh ne po flisnim bashk. and I had heard about the floods in Durrës and here. Edhe kishte dëgjuar për përmbytjet në Durrës e vërdall Shqipërisë. And he told me that you as a church were helping the people in Durrës. Edhe I thash që ne kisha jon një të diel, të gjithë të 10-ën e dham për një kishë në Durrës që po kujdeset për familjet e përmbytura.
That is a part of your responsibility as you seek new heights. Edhe kjo është pjesë e përgjegjësisë tonë, ndërkohë që synojmë të ngjitemi në lartësi të reja, shohim nevojë, shkojmë e plotësojmë. Is continue to love and care for those who are outside of this gathering. Është të kesh syt jashtë, të shohësh ku është një nevojë jashtë këtij grupi që edhe ça mund bësh. So I challenge and encourage you Prandaj të nxis edhe të inkurajoj. as you continue to seek new heights, Ndërkohë që këtë vit do kërkoni e do synoni lartësi të reja. that you look up and seek Jesus, Që së pari shikoni lart edhe mbani sy të fokusuar te Jezusi, that you look in and love and serve one another, edhe shikoni brenda, duheni fort njëri tjetrin, shërbeni fort njëri tjetrit, and that you look out pastaj shikoni jashtë. and you love and serve those who are outside Që i of the bie church. dojeni edhe shërbejuni atyre që janë jashtë kishës. And when you do that, you will be reaching new heights Edhe in kur your do i bësh relationship with Jesus. To të treja, ke për të ngjitur në lartësi të reja me Jezusin.